Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahu Gjelle Shanuhu, Zotu I krijuesve dhe qejve dhe tokës, njihet nëpërmjet cilësive të tij absolute dhe emrave të tij të bukur. Sa më shumë të njohim nga emrat e bukur të Allahut Gjelle Shanuhu, aq më mirë e njohim atë dhe aq më afër tij jemi. Prandaj për emrave të bukur të Allahut Gjelle Shanuhu është edhe emri Al-Mujib. Al-Mujib do të thotë pranuesi lutjeve. Dhe në këtë muaj të bekuar Ramazan, I lutemi Allahu dhe I drejtohemi atij me lutje të shumta, ndërsa ai është pranuesi I tyre. Prandaj duke besuar fuqishëm në këtë emër fisnik të Allahut dhe duke besuar se është pranuesi I lutjeve tona, atij I drejtohemi me lutje dhe atë e lutim. Allahu te baraka ve teala në Kur'anin fisnik, kur ka folur për Ramazanin dhe agjërimin, ajetet pasuese që I pasojnë ajetet e agjërimit janë وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dhe kur robërit të pyesin për mua, thuaju se unë jam afër tyre. Unë I përgjigjem lutësit të lutësit, kur ai më lutet mua. Prandaj Allahu Gjelle Shanuhu në Kur'anin fisnik na ka premtuar se është Al-Mujib, pranuesi lutjeve. Ajo që ne duhet bëjmë në këtë muaj të bekuar është se ne duhet të përcaktojmë lutje specifike dhe të kemi bindjen e fuqishme se ai është pranuesi I tyre. Shokët e pejgamberit alayhis salatu wasalam kanë pasur një praktikë të jashtëzakonshme. Ata I kanë përcaktuar disa lutje dhe janë drejtuar mujibit, respektivisht pranuesit të lutjeve. Dhe ai me shumë gjas u ka pranuar ato dhe thonë, ne kemi insistuar në disa lutje specifike gjatë gjithë muajit Ramazan. Dhe s'ka ardhur Ramazani tjetër e ne këtë lutje nuk I kemi gjetur të pranuara. Prandaj, të nderuar shikues, përcaktoni disa lutje, insistoni në to në momente të veçanta, sidomos përpara iftarit, duke besuar se I Madhi Allah që është pranuesi I tyre do të na I pranojë ato. Ato duhet të jenë lutje drejtuar Zotit në forma të ndryshme, duke kërkuar nga ai që të na jap shëndet, begati, mirësi, na I pranoj ibadetet tona dhe të ai të afrohemi me mirësi dhe begati. Pakshashëm që prej emrave të bukur të Allahut Gjelle Shanuhu, Gjelle Gjelaluhu është edhe emri I tij Ar-Raqib. Ar-Raqib është vëzhguesi ose kontrolluesi. Dhe pikërisht agjërimi objektiv specifik të vetën ka të na mbjell brenda vetes sonë ndjenjen e faktit se është vëzhguesi ynë në çdo situatë. Pikërisht agjërojmë, pikërisht largohemi nga ushqimi, largohemi nga pija, edhe nëse askush nuk na sheh, vetëm për shkak se besojmë fuqishëm se Allahu Gjelle Shanuhu është vëzhguesi ynë. Transmetohet një herë se Abdullah ibn Umeri kishte takuar një djalosh duke ruajtur delet një bari të vogël të ri dhe I kishte thënë, a më shet njërin prej deleve tua? Ai kishte thënë, po unë jam vetëm bari dhe delet janë të mijat. Ka thënë, po nuk ka dert. Thuaj zotriu tënd se ka humbur se I ka ngrënë ujku, ndërsa ai do ta kuptoj se ti më ke shitur delën. Ndërsa ky bari, besimtari I devotshëm, I cili ka besuar në këtë emër të fisnik të Allahut, Ar-Raqib, vëzhguesi, I ka thënë, me siguri që zotriu im edhe s'do ta kuptoj se delën ta kam shitur, por që ti bëj Zotit që ti është vëzhguesi. Prandaj, agjërimi pikërisht ka këtë objektiv, që mua dhe juve na mbjell brenda vetes dhe personalitetit ton ndjenjen se ne kemi një Zot vëzhgues, I cili na sheh, I cili na ndëgjon, I sheh veprat tona dhe në mënyrë të vazhdueshme na vëzhgon atë që bëjmë. Kjo po të mbjellej sinqerisht në personalitetin ton se Zotin e kemi vëzhgues, atëherë më merr mendje që niveli përgjegjësive tona në punët që punojmë, në vendet që rrim, në veprat që bëjmë, në fjalët që themi dhe në përgjithësinë që dikush na beson neve, do të ishte në nivel shumë të lartë, po ta kujtonim dhe ta mbanim gjithherë në kujtesën tonë faktin se Allahu Gjelle Shanuhu është vëzhguesi ynë. Al-Afu shqip përkthehet falësi. E ne kemi nevojë të fitojmë falën e Allahut. Dhe zakonshëm edhe në raportet ndërnjerëzore, kur dikush bën një vepër të mirë dhe dikujt kryen një shërbim, ai mund të meritojë një konsiderat të veçantë prej palës. Në raport me Allahun kështu s'është, sepse kur ne agjërojmë, ne si kryejmë shërbim Zotit, por ne I kryejmë shërbim vetes sonë.
sepse jemi krijesa që kemi nevojë për agjërimin, për adhurimin, për faljen dhe begatitë e Allahut xhallashan. El-Afu falsi është emri i Allahut që do të na shoqërojë në çdo ditë Ramazanit, e specifikisht në 10 në fundit. Me që në natën e Kadrit duaja më e veçantë që bëhet në këtë natë ka brenda vetës këtë emër fisnik dhe të bukur të Allahut. Ai është në thënien e pejgamberit alayhis salam kur Aisha si pat mësuar se si ta lut Allahun dhe i pat thënë, dhe nëse e takon natën e Kadrit vendosë thuaj Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti je falës, e don faljen, andaj na falni. Nganjëherë në raportet me njerëzit ne edhe bëjmë lëshime, si jemi korrekt me njerëzit që jetojmë, punojnë me ta, dhe shpeshherë kemi shumë të vështirë të fitojmë një falje prej tyre. Për shkak se me siguri u kemi bërë ndonjë padrejtësi, por se raporti jonë me Allahun është shumë fisnik. Ani pse Allahu është i gjithfuqishëm dhe jemi krijesa që kemi nevojë për të, po e besuam Zotin drejt një dhe po i kryem detyrimet tona ndaj tij dy, e meritojmë pashmangshëm faljen tonë në rast se këtë ja drejtojmë sinqerisht Zotit. Prandaj kur mos a heqim prej mendjes se emri El-Afu është emri fisnik që na shoqëron gjatë gjithë Ramazanit, emri El-Raqib, kontrolluesi ose vëzhguesi na shoqëron çdo herë Ramazan, dhe El-Mujib, pranuesi i lutjeve tona, është emri i Allahut i cili çdo herë duhet të jetë mendja tona, dhe veç këtyre edhe gjithë emrat e tjerë të Allahut, të cilët janë të bukur dhe fisnik dhe në veten ngërthejnë kuptime të larta me të cilat Zoti besohet dhe madhërohet.